Ne shqiptarët shpesh e kemi përmendur ribashkimin e Gjermanisë si një model edhe për bashkimin e trojeve të banuara me shqiptarët, të paktën në qarqet politike është përmendur shpesh. Kohët e fundit nuk po flitet as shumë për këtë çështje, por të shohim pak si është gjendja në Gjermani. E në Gjermani vërtet ka të dhëna interesante. Muri Berlinit ka rënë në nëntor të vitit 1989, ndërsa ribashkimi i vendit është bërë me 3 tetor 1990, pra 35 vjet më parë. Ribashkimi është bërë natyrisht me mbështetjen e Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, me siguri ju kujtohen ato pamjet, ndërsa kancelari i atëhershëm Helmut Kohl premtoi lërzimin e shpejtë të gjithë vendit. Emocionet kanë qenë vërtet shumë të mëdha, shpresat edhe më të mëdha, ndërsa vendi dhe populli shpresonte se do të bashkohet dhe se Gjermania do të përparojë shumë shpejt, jo vetëm ekonomikisht, por edhe politikisht dhe të tjera. Prej atëherë, në pjesët lindore janë investuar nga pjesët perëndimore natyrisht, të paktën rreth 1.6 bilion euro, që bie rreth 1.600 miliard. Janë bërë shumë ndërtime dhe investime në rrugë, në hekurudha, në godina, në infrastrukturë e tjera. Ndër arritjet më të mëdha që përmenden edhe sot në të gjitha sondazhet dhe raportet që janë publikuar janë në radhë të parë liria e shprehjes, pastaj lëvizja e lirë, heqja e murit, bashkimet familjare, demokracia e tjera. Rreth 50% e gjermanëve thonë se janë të kënaqur me ribashkimin e vendit, ndërsa 11% se janë shumë të kënaqur. Të tjerët, pra gati 40% e popullatës, janë më pak ose as pak të kënaqur. Edhe sot, 35 vjet nga ribashkimi i Gjermanisë, ka pra dallime të mëdha jo vetëm në perceptimin e vendit dhe të njëri tjetrit, por edhe në zhvillimin ekonomik, në botkuptime, në rroga dhe në shumë segmente të tjera. Më shumë se 1/3 e gjermanëve mendojnë, siç thuhet pra gjithmonë në sondazhe, madje se ata akoma nuk janë i njëjti popull, se kanë dallime mes vete, pra mes pjesës lindore e perëndimore. E përqindja e atyre që mendojnë se kanë dallime të mëdha është shumë më e madhe në lindje se sa në perëndim të vendit. Ndonse edhe në perëndim ka shumë të tillë që mendojnë se ata si popull kanë dallime mes vete dhe se nuk janë popull i njëjtë tek i fundit. Rrogat në pjesën lindore të vendit janë mbi 20% më të vogla se sa ato perëndimore. Mbi 2 milion njerëz, kryesisht të rinj, kanë ikur nga pjesa lindore dhe janë zhvendosur në perëndim apo dhe diku tjetër. Në landet lindore aktualisht jetojnë vetëm rreth 12.5 milion banor, që do të thotë se është zvogluar dukshëm numri i banorëve atje. Në pjesët perëndimore, numri i banorëve është rritur. Në perëndim edhe sot shikohet me rezerva pak ndaj lindjes, sepse shumë kush mendon në fakt se në lindje është investuar tepër nga perëndimi dhe se ato para është dashur të investohen edhe këtu. Sidoqoftë, në pjesët lindore ka shumë më pak pasuri të trashëguar se sa në pjesët perëndimore të vendit. E dallime shumë të mëdha ka edhe sa i përket vetë perceptimit të demokracisë dhe zhvillimeve demokratike. Rreth 56% e gjermanëve aktualisht nuk janë të kënaqur se si po funksionon demokracia në këtë vend. Por në lindje kjo përqindje është shumë më e lartë, sepse në landet lindore plot 67% janë të pakënaqur, që do thotë 2/3 e popullatës së atjeshme. Ndryshe, plot 84% e gjermanolindorëve nuk janë të kënaqur me qeverinë e taneshme të kancelarit Merz. Por kjo është një çështje e politikës ditore e ju e dini që në pjesët lindore e perëndimore ka dallime të mëdha politike. Në përgjithësi, pra mund të thuhet se ribashkimi i vendit shihet si një nga ngjarjet më të rëndësishme akoma në të gjitha sondazhet dhe në të gjitha raportet, që ka sjellur shumë gjëra të mira. Por edhe pakënaqësitë akoma janë të mëdha, pra akoma edhe 35 vjet pas ribashkimit të vendit. Po jo, miq të dashur, si e shihni ribashkimin e Gjermanisë dhe çfarë mendoni për këtë proces dhe për këto mendime të gjermanëve për dallimet mes tyre, madje edhe për ata që thonë se nuk janë popull i njëjtë? Nëse doni, mund të më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Pra, unë nuk dua të bëj kurfar paralelizmash mes gjermanëve dhe shqiptarëve, mes ribashkimit të Gjermanisë dhe atyre që pretendojnë se duhet të ribashkohen troja shqiptare, por e di që nga vitet 90, pra që nga ribashkimi i Gjermanisë,
ka pasur tendencat e tilla, shpesh është përmendur ky si një model i mundshëm që mund të shfrytëzohet edhe për shqiptarët. Ndaj, më intereson vërtet ta dëgjoj dhe ta shikoj se cili është mendimi i juaj për këto çështje, pra për zhvillimet në Gjermani, por nëse doni natyrisht që mund të komentoni edhe çështjet dhe qëndrimet në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Lugin, Malzi etj. Faleminderit dhe mirupafshim.